Cili është mendimi i shqiptarëve për mbylljen e TikTokut? Hajde të lexojmë ca komente. Kozaku thot se mbyllin dot këto, vetëm bëjnë gojore kot. O hajduta doni me zvjedh votat e popullit, mos të ketë mundësi njerëzit me pa. Tirana 29 thot po ju ka zënë të merri se po shikoni që nuk po ju mbështesin më asnjë njeri, nuk ka ngel vetëm patronazhistat. 11 maj thot në atë krah fliti o shok që anë halës nuk e mbështesin PS-n, da shohësh 11 maj kush e merr kupën. Ky më duket se që ka të tifozi Realit. Juja Mix thot kur ka prindërt pa afë që nuk rrisin fëmijët e tyre normal që do i mbyllin, po hajt se ju lëvërdis të muaj 2 zaq dhe 1 gurdë. Një pyetje nga kjo hëna këtu, po ti kur do shkosh në burg se do durojmë edhe pa TikTok. Okej, Liriani thot po shumë bukur, jam dakord të jetë nën kontroll TikToku. Gjino Ishano komunistat qelbët mbylleni për gjithmonë, thot Bosi, pashat madhin zot. Edhe A93 thot o censurimi që se kontrolluat do TikTokun dhe tani do mbyllni. A e kuptoni se çfarë po rrezikoni me pa ditë që do merrni dhe sa lek do paguat? Informohu o ministre, informohu. Kezi thot vendosja e filtrave nuk do 12 muaj dhe ka drejt besoj. Edhe në zgjedhje dhe duhet mbyll TikToku, e mbyllni për zgjedhjet. Hajt për hajr, inshallah të shohim qa buqen e TikTok, qa do bën, ky ka hall tjetër. Geni thot sepse nuk e kanë kontroll për propagandën e qeverisë, o Diego thot ne kemi VPN, nuk na plas shumë. Edhe ky komenti këtu poshtë thot 12 muaj me vendos filtra është pak si shumë. Një koment më të lezetshme aty ishte kjo, po ti si do rrish në burg pa TikTok. Këto ishin disa nga mendimet e shqiptarëve, po ju si mendoni?